Në këtë rregullore është trajtuar pjesa që ndërlidhet me bizneset me qëllim të vendosjes së rendit, barazisë dhe transparencës në ushtrimin e veprimtarive afariste në territorin e kryeqytetit. Një nga aspektet kryesore të kësaj rregullore është formalizimi i bizneseve përmes një sistemi të qartë dhe të strukturuar të pagesës së taksës komunale, ku krijohet një pasqyrë më e saktë e subjekteve që operojnë në territorin e kryeqytetit. Taksat janë përcaktuar mbi bazën e natyrës së veprimtarisë së subjekteve, duke pasur parasysh ndikimin që ato kanë në mjedis, shëndetin publik, në ngarkesën në shërbimet komunale, ngarkesë në trafik, në zhurmë e të tjera. Rrjedhimisht, veprimtaritë që gjenerojnë më shumë mbeturina paraqesin rrezik më të lartë mjedisor dhe kërkojnë më shumë shërbim komunal dhe kërkojnë trajtim të veçantë. Prandaj, këto aktivitete që ndërlidhen, aktivitete afariste që ndërlidhen me shkaktimin e këtyre mbeturinave, duhet të tarifohen proporcionalisht me ngarkesën që krijojnë. Kjo rregullore ka për qëllim të krijojë një sistem të drejtë ku secili subjekt që operon në kryeqytet kontribon në mënyrë të barabartë në shërbimet publike që i përdor çdo ditë. Shërbime si rrugët, ndriçimi, pastrimi, infrastruktura dhe shërbime tjera komunale që janë të gjitha kosta që mbulohen nga buxheti publik i kryeqytetit. Synimi nuk është me largu asnjë biznes as afarizëm prej Prishtinës, synimi është me afru, po me kriju një ambient ku bizneset munden me lulëzu, ku bizneset kanë siguri, ku bizneset kanë ambient pune më të këndshëm edhe më të mirë. Dhe normalisht që ata duhet të tarifohen për të paguar për shërbimet në bazë të ngarkesës që krijohet në shërbimet komunale. Sa i përket kërkesës për ndërhyrjet infrastrukturore, dhe kjo është marrë parasysh fazën e parë, po sigurisht që mundemi me zgjeru edhe me tutje, është marrë parasysh se gjitha kompanitë që bëjnë shtrim të asfalteve ndërhyrje ose punë infrastrukturore të tarifohen, por këtë ishte dashur ndoshta me vazhdu tutje edhe me procesu edhe me sigurimet e ekzekutimit, edhe mos me leju pa pas sigurim të ekzekutimit asnjë kompani me ndërhyrje në infrastrukturën e Prishtinës. Lusë regjin tjetë gati për votim, kësaj pike. Votojmë tash. Faleminderit. 38 vota për, asnjë kundër, një abstenim, kalon edhe pika e 15.